Znači, po do përvendin e do. Pakisat e në do apet pushtetin e do. Iniciativa ti është, interesi ti është qëtë? A interesi I Kosovës në blokim? Në blokim. Si mosën e me pa, I vetë Pakisat. Mirë, me qenë se është takimi 5 në radhë, si që kemi premtuar para 2 ditësh, se të shtunën në ora 15 do të ndidhemi edhe njëherë për të sjellë vendimin përfundimtar në lidhje me zgjedhjet parlamentare serbe më 16 mars. Ndërkohë, sot përfundimisht vendimet kanë sjellur gjitha subjektet politike për të mos marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë, vetëm Partia për Veprim Demokratik do të bëjë dhe një konsult ose do të sjellë vendimin përfundimtar të hëndën në kuvendin e përgjithshëm të Partisë për Veprim Demokratik. Përderisa sa I përket partive tjera politike, qëndrimi është shumë I qartë se nuk do të participojnë në zgjedhjet parlamentare të 16 marsit 2014 në Serbi. Možete li sada na srpskom samo da mi kažete šta ste? Cila su arsyeja që s'merrni pjesë në këtë zgjedhje? Unë konsideroj se secili nga subjektet politike do të jep nga një arsye më së paku, sepse vargu I arsyeve është shumë I gjatë, o shumë e natyrshme se Gjertani nuk ka treguar një rezultat deputeti popullor në Parlamentin serb, nga mospërfillja skajshme e qeverisë serbisë, nga mospërfillja skajshme e autoriteteve që janë në Parlamentin e Serbisë, ndërkohë janë dhe arsyet e mospjesëmarrjes unike të shqiptarëve në regjistrimin e popullsisë vitin 2011, është natyrisht mospërfillja e qeverisë serbe dhe Parlamentit serb në lidhje me rrjetin e ri të gjyqësisë që kishin vitin e kaluar, bisedimet që kishin filluar për zgjedhjen e problemeve shqiptarëve në Lugin Preshevës dhe ato ndërpren me mosinteresimin e qeverisë serbe, dhe në këtë drejtim dhe vargu tjetër I arsyeve padyshim se arsyeton aq më tepër fuqizon qëndrimin e partive politike shqiptare për të mos marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Nëse kanë të tjerë mund shtohen. Zëri Mustafa, se vjen raportet në të ardhmen me qeverinë e Kosovës dhe Tiranës, të cilët kanë bërë thirrje që të dalin në zgjedhjet e parlamentare. Pavarësisht se dy qeverit, ajo Shqipërisë dhe Republikës Kosovës, kanë bërë apelet e tyre për dalje në zgjedhje parlamentare, padyshim se ne nuk kemi pritur diçka tjetër, asnjëherë qeveria shqiptare dhe ajo e Republikës Kosovës nuk çon mesazhe bojkoti, por ato janë për integrime përgjithshme dhe europiane, por megjithatë kem thënë edhe para 2 ditësh se baren bisupe për shqiptarët e Luginës Preshevës, ne leadershipi shqiptar Lugin Preshevës e kemi, padyshim në koordinim me ta dhe në bashkëpunim me elektorin e gjerë, secili subjekt politik në terren, sjell vendime adekuate me kohën, por megjithatë raportet me qeverinë shqiptare dhe qeverinë e Republikës Kosovës edhe në të ardhmen do të jenë të shkëlqyera, me një siguri të madhe, shumë shkëlqyera. Albanci ne bi trebalo participirati na ovim izborima jeste krivica vlade Republike Srbije, to jest Ministarstva pravde, što je onemogućila, tako reći, reformom sudstva. Osnovni sud u Preševo više ne postoji. Najmanje 7000 potpisnika, glasača, liste bi trebalo da se potpiše. Oni bi trebalo otići u Bujanovac da bi se potpisalo, a vreme je 18 dana. Znači, je nemoguće u takvim uslovima je nemoguće da preuzmemo rizik političke partije Albanaca da bi ih rekli da, a sa druge strane, kao najveći argument zašto smo zamrznuli, tako reći, pregovore sa vladom Srbije jeste Osnovni sud I tužilaštvo u Preševu. Sa
po mundu me pa, do shta partia Rizardimit mundu me marrë vendim të anën që të jetë pjesë e zgjedhjeve parlamentare. Nuk e di ku e marrën atë votësim e folën emrin gjithë shqiptarëve dhe janë vendime të ndara. Nëse ka nevojë që sa fjalë këtu normal ishte kryetari i PDSH-s i qartë se ky vend i Sodit e subjekteve politike që kryesit e tyre kanë pru to vendime që u komuniku. Partia për Veprim Demokratik vjen mbrëmje ka pas mbledhjen e kryesisë, o diskutuar në detale kjo problematikë. Duhe marrë parasysh se ne kemi marrë pjesë në ato 3 mandatet e zgjedhjeve parlamentare gjatë viteve 90-ta, njerë vete mandej 2 herë me Partinë Demokratike Shqiptare, mandej prej vitit 2007 prap 3 mandate i participu në koalicionin e Shqiptare të Lëvizjes për Shqipës me subjekte tjera. Fakt se ishtë ashtë në të gjitha rastet, edhe ato viteve 90-ta më vonë, gjitha ato aktivitetet, posaçisht to vetë nënshkrimet që janë diskriminues. Se kemi obligim të njëjtin sikur partitë qendrore që i fitoj 70 deputet, po të njëjtin duhet edhe ne kur kemi fitu vetëm një deputet, apo edhe për ty, dindim të gjithë bashkë. Dhe është fakt këtu se në një aktivitet të gjallë të këtillë të smarrjes së zgjedhjeve parlamentare dhe një qëndrimi proaktiv lidhur me edhe gjitha nivelet e zgjedhjeve, edhe lokale, edhe për Këshillin Nacional, edhe për ato parlamentare, në një situatë gjithsesi pakresisht të madhe, për diskriminim që ushtrohet ndaj popullatës shqiptare, vazhdimësi, që nuk po ndronë pra edhe me ardhje me qeverive ka shtuturitore demokratike, pas atime të regjimit të bolshevikit, njeri situata shumë sferat e jetës është edhe më e rëndësishme për ne. Dhe ka fatmirësi. Dhe synimet e koalicionit shqiptarëve është taksen pjesën dërmuese nuk janë realizuar. Për shkak të mos interesimit të shumicave parlamentare, po të qeverive, po në të 3 mandate. Dhe kjo fatmirësi është prezent te gjithë populata, ndaj edhe te antarësia e të vëndës. Po ndonën tjetër e kemi atë konceptin që kemi pas rregull, jo vetëm ne, po shumica e partive shqiptare që problemet në politikë mund zgjidhen në radhë parë me anë proceseve zgjedhore. Dhe shumë është e qartë se në kryesi kishte një leramanit qëndrimeve, lloj-llojshme. Dhe në një situatë të tillë mjaft të rëndësishme, kryesia nuk ka dashur ta merr përgjegjësinë me vendimin definitiv, po ja ka bërë atë që edhe me statut organi më i lartë, po është kuvendi i përgjithshëm i saj dhe ky kuvend hanëm pas një debate sigurisht mjaft interesant do ta vi vendimin e fundit të me Në hanëm për e marrë në pjesë në zgjedhje parlamentare. Atëherë do të dini vetëm në ato zgjedhje me një listë të vetme brenda shqiptar, apo do të jeni pjesë e ndonjë partie republikane dhe a presni që parti shqiptare tjera në Lugin të ju mbështesin me vota në mënyrë heshturazi. E shikoni, start Partia për Veprim Demokratik ka dalë me qëndrim dhe i ka ftu gjithë subjekte tjera që dalim me një listë përfaqësuese. Që këto momente të vështira do ta kish pas një simbolik edhe këtë aktivitet uniteti. Jo vetëm deklarativisht, po kemi edhe në unitet. Dhe janë bo një biseda në këtë drejtim, gjithë subjektet, po thjesht do të thotë me paraleli kemi diskutuar. Edhe pakënaqësit, edhe ato shkajnë mangësit, shkajnë eventualisht ka mund të jetë efekti pozitiv. Po e shohti se deri tash subjektet tjera kanë bisundru
ajo obsesioni që ka thash pak më parë, qytetarët, ne janë deprimuar. Gjendja ekonomike më e vështirë se çdo herë në kaluar. Interesimi i qeverisë, mënyrë institucionale, pra dhe me anë deputetit e përmirësu gjendje, gati ke jo minore, po as pak, edhe diskriminimi po vazhdon, edhe në këtë situatë, pra thjesht, këtë debat brenda këtyre 2-3 javë, po shohim po jep efektet e vete. E tash, ne kemi qartë, kemi oferta që nuk do të hyjmë koalicion me parti, konkretisht kemi pas prej disa partive poshjake, po në kryesi u marrë qëndrimi se koalicionet mund me qenë vetëm e që partit politike shqiptare dalin së bashku. Janë mund, do më thonë, në bindë se unanimisht variantët e koalicionit me partit tjerë. Kështu që thjesht nuk du me spekulu tash për atë që ka ma vonë fase, a mund dikush heshtës në përkra, nëse ne eventualisht bim vendim për medalë. Para se ne, kuvend, këtë punë, ta diskutojnë, ta bim vendimin definitiv, për dhe s'ka kuptim një spekulative në këtë përgjegje me dhëndër në. Në këtë pyetje me dhëndër në. Do t'i pashkallitë me dhëndë pak a shumë kësa interviste, po shoh tullës që shqiptarët të unifikohen, të bashkohen, ka qenë viti 2001 që i ka bashku shqiptarët, atër gjatë luftës së UÇK-MOVës, edhe ka ndalë shumë të fortë në bisedime, është arrit marrëveshja e konsulit e cila do thotë nuk është implementuar. Vazhdimsi për shkaqe të mos unitetit të shqiptarëve, kjo i ka kushtuar edhe shqiptarëve. E thallë deputetit që 3 mandate ka qenë, është përkrah nga një pjesë e leadershipit të shqiptar, ku nuk ka pas rezultat. E thallë vetë deputetit, këto 3 mandate do thotë është injoru deputetit në Kuvendin e Republikës Serbisë. Ne kemi ditë se në mesin e 250-ve një është pak. Po me gjithat në respekt të shqiptarëve këtu, të luftës dhe të zgjidhjes së problemit politik që të thotë kanë qenë rrugtime sipër, u po qartë se të thotë deputeti ka qenë një zonë i shordhur në Kuvendin e Republikës Serbisë. Edhe nuk di se çka tash ma të qenë, edhe çfarë arsye shqiptarë duhen me lyp kur, do thotë, janë arrestu shqiptarët, janë bërë gosë për terrorizëm, janë majtë pa kuni para arsye 5 vjet, është hes lapidari, është ndu lapidari në Belluçan, nuk po i pengon, do thotë, sërbët, po ta hesh tënde, dë vetin po ndën, edhe përsëri kërkon që shqiptarët dalin në zgjedhje parlamentare dhe të bëhen për qefet e Serbisë, për me shku sa ma shpejt në bashkimin evropian, shqiptarët është koha, momenti që të unifikohen dhe të thojnë jo zgjedhjeve parlamentare. Edhe përkundër ata që kemi pas takime edhe në Tiranë, edhe në Prishtinë, ata kanë kërkuar që dalmi do thotë të unifikohen, bashkohen. Sa është koha, momenti që shqiptarët të bashkohen dhe të gritet zëri shqiptarëve. Ku tha dhe gjyqjet. Çfarë gjyqje është në Bujanoc? Një regjimi do thotë Miloševićit, ku të gjithë do thotë janë kthyer prej vrajës në Bujanoc. Asnjë shqiptar nuk është punësuar, kryetari o serb, kryeshefi i policisë o serb, e ata ku janë shqiptarët, ku janë me shumicë shqiptarët, në Prešev, Medved dhe Bujanoc. Për ata kemi pritë edhe rizën sot, që të deklarohet, dhe dorë me një deklarat për bashkët, jo zgjedhjeve parlamentare të 16 marsit në Serbi. Rruga jonë është e zgjidhjes së problemit të shqiptarëve. Nuk është e një subjekti apo një deputeti. Është momenti që të zgjidhemi ne bashkërisht problemet tona politike.